falenderojmë për prezencën tuaj sot në ceremoninë e betimit përpara Presidentit të Republikës, shkëlqësisë së tij, Zotit Bajram Begaj, të 7 anëtarëve të rinj të Këshillit të Ministrave. Në nisje të kësaj ceremonie, ju lutem të nderojmë së bashku himnin ton kombëtar. Dekretet e Presidentit të Republikës. Dekret për emërim zëvendës kryeministri. Në mbështetje të nenit 93 dhe nenit 98.1 të Kushtetutës, me propozim të kryeministrit dekretoj: zonja Albana Koqiu emërohet zëvendës kryeministër. Ftojmë zonjën Albana Koqiu, pas leximit të formulës së betimit me dorën mbi Kushtetut me tekstin betohem, të nënshkruaj aktin shkresor. Lexojmë formulën e betimit. Betohem në nderin tim se do të zbatoj me përpikmëri Kushtetutën dhe ligjet, si dhe do të kryej me përgjegjësi detyrën shumë të rëndësishme që më është besuar, atë të antarit të Këshillit të Ministrave. Betohem. Dekret për emërim ministri. Në mbështetje të nenit 93 dhe 98.1 të Kushtetutës, me propozim të kryeministrit dekretoj: zoti Ferit Hoxha emërohet ministër për Evropën dhe punët e jashtme. Ftojmë zotin Hoxha pas leximit të formulës së betimit me dorën mbi Kushtetut me tekstin betohem, të nënshkruaj aktin shkresor. Lexojmë formulën e betimit. Betohem në nderin tim se do të zbatoj me përpikmëri Kushtetutën dhe ligjet, si dhe do të kryej me përgjegjësi detyrën shumë të rëndësishme që më është besuar, të antarit të Këshillit të Ministrave. Betohem. Dekret për emërim ministri. Në mbështetje të nenit 93 dhe 98.1 të Kushtetutës, me propozim të kryeministrit dekretoj: zoti Besfort Lamallari emërohet ministër i punëve të brendshme. Ftojmë zotin Lamallari pas leximit të formulës së betimit me dorën mbi Kushtetut me tekstin betohem, të nënshkruaj aktin shkresor. Lexojmë formulën e betimit. Betohem në nderin tim se do të zbatoj me përpikmëri Kushtetutën dhe ligjet, si dhe do të kryej me përgjegjësi detyrën shumë të rëndësishme që më është besuar, të antarit të Këshillit të Ministrave. Betohem. Dekret për emërim ministri. Në mbështetje të nenit 93 dhe 98.1 të Kushtetutës, me propozim të kryeministrit dekretoj:
Zoti Ermal Nufi emërohet Ministër i Mbrojtjes. Ftojmë zotin Nufi pas leximit të formulës së betimit me dorën mbi kushtetut me tekstin betohem, të nënshkruaj aktin shkresor. Lexojmë formulën e betimit. Betohem në nderin tim se do të zbatoj me përpikmëri kushtetutën dhe ligjet, si dhe do të kryej me përgjegjësi detyrën shumë të rëndësishme që më është besuar të antarit të Këshillit të Ministrave. Betohem. Dekret për emërim ministri. Në mbështetje të nenit 93 dhe 98.1 të kushtetutës, me propozim të kryeministrit dekretoj, zoti Toni Gogu emërohet Ministër i Drejtësisë. Ftojmë zotin Gogu pas leximit të formulës së betimit me dorën mbi kushtetut me tekstin betohem, të nënshkruaj aktin shkresor. Lexojmë formulën e betimit. Betohem në nderin tim se do të zbatoj me përpikmëri kushtetutën dhe ligjet, si dhe do të kryej me përgjegjësi detyrën shumë të rëndësishme që më është besuar të antarit të Këshillit të Ministrave. Betohem. Dekret për emërim ministri. Në mbështetje të nenit 93 dhe 98.1 të kushtetutës, me propozim të kryeministrit dekretoj, zoti Enea Karakaçi emërohet Ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë. Ftojmë zotin Karakaçi pas leximit të formulës së betimit me dorën mbi kushtetut me tekstin betohem, të nënshkruaj aktin shkresor. Lexojmë formulën e betimit. Betohem në nderin tim se do të zbatoj me përpikmëri kushtetutën dhe ligjet, si dhe do të kryej me përgjegjësi detyrën shumë të rëndësishme që më është besuar të antarit të Këshillit të Ministrave. Betohem. Dekret për emërim ministri. Në mbështetje të nenit 93 dhe 98.1 të kushtetutës, me propozim të kryeministrit dekretoj, zonja Eriona Ismaili emërohet Ministër i Shtetit për marrëdhëniet me Parlamentin. Ftojmë zonjën Eriona Ismaili pas leximit të formulës së betimit me dorën mbi kushtetut me tekstin betohem, të nënshkruaj aktin shkresor. Lexojmë formulën e betimit. Betohem në nderin tim se do të zbatoj me përpikmëri kushtetutën dhe ligjet, si dhe do të kryej me përgjegjësi detyrën shumë të rëndësishme që më është besuar të antarit të Këshillit të Ministrave. Betohem. Pas kryerjes së betimit nga të 7 antarët e rinj të Këshillit të Ministrave, procedura e betimit konfirmohet e realizuar dhe kjo ceremoni deklarohet e mbyllur. Ju urojmë antarëve të rinj të Këshillit të Ministrave punë të mbarë.